Jo, pa ajo është më e rëndësishme se për komunë, kryetari komunës se më e rëndësishme se sa kuvendi komunal. Ka funksionon perfekt. Ja, pse ka për Prishtinë funksionon? As 10% ka. Pse s'ka funksionuar? Po ka funksionuar se është shkarku për parim Rama. Shpërta me mandatën e parë se ka pasur. Po është shkarku. Për çysh mundesh me kanë zgjedhjen lokale. E rëndësishme me kriju shumicë në asamble vendime tua nuk kalojnë. Nuk mundesh me qeverisë. Kishon probleme qeverisë. As ta shkarkon drejtori. Jo, as shkarkon drejtori. As buxheti s'kalon pa shumicë në asamble. Po ti ai ka drejtori ai qeverisë. Edhe pa kuvend komunal qeverisë. Po qeverisë, po pa buxhet nuk qeverisë. Ç'është qeverisë problematika. Ç'është Nuk ka me qore. Një pjesë e madhe e vendimeve merren në asamble. Pra nëse kryetari nuk e ka shumicën, një pjesë e madhe e vendimeve ai s'u kalon. E aqme edhe më rëndësishme është buxheti. Diçka ndon me leç kur s'ka. Kur që shkojnë zgjedhje kuvendi komunal, jo kryetari. As drejtori as shkojnë zgjedhje. Drejtori asambleja shkon zgjedhje, jo qeveria, jo kryetari, nuk shkon, asambleja shkon. Pa kryetari në asambleja nuk mund të dot me. Kryetari i komunës është kryeministër o zot. Niveli 2 i qytetit ka autonomi me kompetencë është kryeministër, president vishës e ka buxhetin e konsolidum të Kosovës, s'është komandant suprem i ushtrisë, kërret kompetencat i ka kryetari i komunës. Mos më lëshonin e kësi deklarata e ka asamblen, e ka shumicën e votës, kush e ka fitu komunën? Këto janë zgjedhjet lokale dhe ky është rezultati. Për mu përfundon me kaq. Jo, nuk përfundon. Se do i ki lep me qeverisme. Komunave që kanë shumicë në asamble, që qeverisin, edhe që qeverisin në komuna që s'kan. Kush e fiton komunën? Pastaj ato janë kombinime politike se qysh është krejt pushteti për e Ku janë parti politike? Jo, ky zotit e Mosaj po do me thonë që është shumë gabim i madhe dhe humbje madhe e LDK-s ose vetëvendosjes ose edhe PTK-s. Sepse o dasht hiç mos me punu me Urani Smalin me shu në 7.000 vota ma shumë, mi adhon fuqin politike, po dasht mi marë 43 ansamblista mundësisht. Edhe s'ka lidhe tani a ki kryetore Këto e tuat, unë si thashtu, asnjë si thashtu. Këto e tuat, unë e thashtu, vetëvendosja, para se në lysh fajtur diku tjetër, shkon në Deçan me fitu Okej, shumicën e asamblesë natyra kush e sa kjo? Po dhe çato po do më thonë, atë është. Kjo është. Jo, di që se është. Kjo nuk kuptohet ashtu asambleja. S'është ashtu bane, ndamni njerëz, bane komunal. Fitimi komunës Smojli ka qenë fitimi koleg dashur, domne mos e gatroni, mos e bane, ju lutem. Mos e bane, fitimi komunës është kush e fiton komunën në vret kryetari. Asgjë tjetër. Anari po formalisht është ai medalë. Formalisht është balotazh, po. Ai balotazh deri. Na e kemi fonë asamblen për shkitje mikrofonat shkulen. Ne vetëm për shkak se s'mundi më marr vendime. Ja dini çfarë ballafaqimi të madh. Ballafaqimi më i madh është në asamblen të Prishtinës se sa në parlament të Kosovës. Kjo tregon çfarë rëndësie ka asambleja. Do të thonë nuk po thonë që s'ka rëndësi, nuk mundesh me kalu po asamble. Përparim Ramën e ka blloku asambleja qeveria. Ka një proces. Unë mendoj që jo asambleja ka pas shumicë. Ja, s'ka pas shumicë. Po e ka bën me koalicion Ka disa prej komunave nëse mund t'ju jap informacion si njeri që e njoh zhvillimin komunal, ka një moment kur asamblet bën shumë të rëndësishme. Po, ka. Dhe është momenti kur duhet të bëhet plani zhvillimor komunal. PZHK. Emrimi antarëve Prishtina ka 2-3 vite që se ka dot PZHK-n dhe asambleja e ardhshme është e rëndësishme. Për shkak se vota asamblistit specifikisht për komunën, okay, për Prishtinën. Definon se ka do të zhvillohet kryeqyteti, ku do të ketë ndërtime të larta, ku do të ketë ndërtime të ulta dhe kjo natyrisht nënkupton pos tjerash edhe fuqi të madhe ekonomike dhe asamblet bën të rëndësishme fatkeqësisht në në komunat ka përshtypjen këtë mandat asamblet janë të rëndësishme në Prishtinë, janë të rëndësishme në Ferizaj, që nuk e ka kaluar. Do ta kalojmë pak këtë vit PZHK-n,
Nuk i di, do duhet hyt të bëj një rifreskim të memorës për të parë komuna tjera. Vesh më falë që po të pengoj. Në Prishtinë, sidomos, janë edhe ndërmarrë